Tejes së familjes Jashari kundër sulmit të forcave serbe, prekazi legjendar gjatë këtij marsi do të pres mijëra vizitorë të tjerë, për të kaluar 18 milionësh e vizitorëve që kanë shkel në këtë vend historik që prej përfundimit të luftës. Ekzekutivi sot votoi propozim vendimin për themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, epopejën që mbahet me 5, 6 dhe 7 mars. Kryetari i ekzekutivit Albin Kurti nënvizoi se kjo epopej përfaqëson momentin kur sakrifica, guximi dhe besimi në liri u bën një me fatin e popullit ton. Pa 5, 6 dhe 7 marsin nuk bëhej 17 shkurti. Pa flijimin e familjes Jashari nuk bëhej festa shtetërore e Republikës. Pa luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për liri nuk bëhej parakalimi i ushtrisë sonë në liri. Qëndresa heroike e familjes Jashari dhe luftarëve të UÇK-s u shndërrua në frymëzim për një popull të tërë që kërkonte shtet dhe dinjitet. Sot, para jush, si çdo vit tjetër, propozoj themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopejës së UÇK-s, e se do të mbahet me datat 5, 6 dhe 7 mars. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci u vu në krye të Këshillit me bashkëkryesues Andin Hotin, ministër i digasterit të vlerave të luftës çlirimtare. Ndërkohë punimet në zhvillimin e masterplanit të kompleksit memorial Adem Jashari në Prekaz po shkojnë drejt përmbylljes. Kompleksi do të pasqyrojë luftën tonë të drejtë për liri dhe parashihet të shtrihet në një hapësirë prej 450 hektarëve. Vlera fillestare e kontratës për masterplanin ka pshume në gati 8 milion eurove. Në bazë të prezantimit fillestar, përfaqësuesit e konsorciumit fitues janë zotuar që kullat të ruhen brenda identitetit të tyre. Këto kulla janë parapartë të vendosën në xhama transparent për të ruajtur. Ky masterplan i hapru konservimit të plotë 21 objekteve pas një konservimi emergjent që ishte bërë në vitin 2000.